teleshikues të Reporteve, mirë se vini në Frontline Interview si çdo të martë në orën 18:30 dhe çdo të njëjtë në orën 21:00 me debatin dhe aktualitetin politik të javës në transmetim të drejtë për drejtë me mua Marcela Karapançon. A do dënohet apo jo Sali Berisha? Këtë do ta zgjidh pikërisht gjyqi që ka nisur duke marrë të pandehur ish kryeministrin Sali Berisha për akuzën e shpërdorimit të detyrës nëse ka pasuruar apo jo familjarët e tij përmes aferës Partizani. Për këtë çështje diskutohet dhe ka pasur dje mbledhjen e parë në fakt në GKK, por vetë zoti Berisha nuk ka qenë i pranishëm në seancë, duke thënë se nuk ka marrë dieni për fletëthirrjen. Por a do të jetë kjo një seancë e këtyre ditëve të nxehta përvoluese me ndonjë rezultat, apo do të ngecë në vjesht pikërisht çështja e aferës Partizani tashmë në GKK? Për këtë diskutojmë në pjesën e parë, duke pasur kënaqësinë të kemë në studio zotin Itajit Beqiri, avokat. Faleminderit, mirë se vjen në Frontline. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Gjithmonë për të marrë një opinion juridik, për të kuptuar më shumë edhe mbi thellësinë e proceseve gjyqësore dhe për të sqaruar pak më shumë opinionin publik. Kemi pasur seancën e gjatë ditës së djeshme, zoti Berisha ka marrë mungesë, me apo pa arsye sipas jush? Po, jo, problemi është që kur bën shumë zullume, edhe kur bën shumë krime, kur je i mbytur në to, vika një fund dhe pastaj ai fundi që nga me të vërtet i të mershëm, sepse nuk të merr, domethënë vetëm një gjë, bie fjala. Ato që ke vjedhur do t'i vjedhësh, ose ke vrarë do të marrësh dënimin, domethënë e merituar, burgimin e përjetshëm e tjera, por t'ikën dhe mendja, domethënë t'ikën mendja në një mënyrë të tillë që bëj qesharak në sytë e gjithë opinionit, edhe pastaj një popull i tërë mendon, një popull i tërë i thret mendjes edhe thot, më po këta kemi patur ne në drejtimin e shtetit, këta na kanë drejtuar neve. Pse e themi gjë të tillë? E them sepse e mori vesh e gjithë Shqipëria që në datën 30, në orën 10 ishte gjyqi i Sali Berishës. Nuk ngeli televizion, nuk ngeli portal, nuk ngeli gazet, pa thënë këtë gjë. Dhe nuk e mori vesh vetëm Saliu. E kuptoj, subjektivisht jam dakord, avokat, por juridikisht dhe ligjërisht do të duhet që të kishte njoftim përmes fletëthirrjes. Ta sqarojmë opinionin. Fletëthirja i vajti dhe fletëthirjen si rregull të komunikohet o personit vet o një pjesëtar i afërm të familjes tij. Dhe dhëndri quhet pjesëtar i afërt i familjes tij. Dhe dhëndri hodhi firmën, mora njoftim. Dhe dhëndri nuk arriti dot që të vinte ta njoftonte Saliu se kishte shumë larg. Pra, qesharake doni të thoni që nuk flasin tani? E filluan jashtëzakonisht keq procesin, se nga një anë thonë është politike dhe nga ana tjetër po e basardojnë veten e tyre në vend që të vënë atje në sallën e gjyqit. Dhe në sallën e gjyqit t'japin provat, faktet dhe të mbrohen me dinjitet dhe profesionalisht, pra juridikisht, dhe jo me slogane, se sloganet nuk i hanë Shqipëria dhe shqiptarët, këta kanë gjetur atë teorinë, të më falnit, atyre ushtarëve kur vinin në ushtri atyre dhe numëronin ditët. Edhe një nga ata, një ditë kishte ikur, edhe i tha, edhe një vit, 11 muaj e 29 ditë më kanë ngelur mua. Ndërsa një tjetër rinte në tualet sa më gjatë që t'iknin ditët. Që po e bëjnë edhe këta faktikisht, që shty gjyqet me qëllim që dalë e thonë se mos bëna i çudi Perëndia edhe nuk na merë në atë kohë që duhet na marri faktikisht të na çojnë burg. E qartë, mirë, për të sqaruar pak opinionin publik. Ju thatë që të bëhet tek personi pra i pandehur ose tek një familjar. Në këtë rast, pse nuk u gjet dot adresa e Sali Berishës, qoftë në Selia apo qoftë në apartamentin e tij që njihet edhe në rrugën e Shpresës tashmë pas shumë ditëve? Ka vajtur thirrja për ka marrë thirrjen ai postieri. Postieri mund të hapi edhe në rrugë. Gjeni pjesëtar të familjes, thotë, mirë, kam një thirrje për baban tënd, ose kam një thirrje për vjerrin tënd, apo kam një thirrje për burrin tënd. Dhe ti thua bjema mua, thirrjen, hedh firmën, që e more, ai merr fletën një kopje të saj, që ke hedhur firmën ti dhe ja çon gjykatës, thotë, mori dieni dhe ndri tia, dhe kjo quhet njoftimi. Ndërsa ai s'kish marrë njoftim,
gjyqi do shtyhet domosdoshmë. Me datë 21 është shtyrë seanca e radhës avokat për të zhvilluar. Mendoni që do të ketë njoftim, pra nuk do të ketë mungesë zotit Berisha, apo po e sheh si një strategji ku aktualisht le të themi e vetmja fitore që mund të flasim është vetëm fitoria e kohës. Paktën për momentin. Problemi është në rastin konkret Berisha kohën nuk e do, sepse nuk e di fundin e këtij procesi. Ai e di jashtëzakonisht mirë fundin e këtij procesi. Ai e mori vesh fundin e këtij procesi që në momentin që gjyqtari i seancës paraprake i hodhi poshtë kërkesën duke i thënë që s'ka pavlefshmëri, aktesh janë të vlefshme aktet, e dyta, s'ka papërdorshmëri, dokumentesh janë të përdorshme të gjitha dokumentet që ka kjo dosje, nuk ka vend për plotësim hetime, hetimet janë të plota dhe çështja duhet kaloj për gjykim tani dhe të gjykohet. Një. E dyta, ai e mori bazmatan me masat e sigurimit. Kur gjykata e shkallës parë, pra ajo gjyqtarja, heroin, do thoshja unë, i dha masën e sigurimit, fillimisht detyrim paraqitje, dhe pastaj arrest në shtëpi. Për shkak të refuzimit. Dhe pastaj përsëri vajti me detyrim paraqitje, dhe Berisha i konsumoi gjithë shkallët e gjykimit, duke thënë që s'ka dyshim të arsyeshëm, s'ka si lloj prove ta bëj dyshimin e arsyeshëm që unë kam bërë krim në rastin e kompleksit Partizani, dhe të tëra shkallët e gjykimit ja hodhën poshtë, madje deri gjykatën kushtetuese ju hodh poshtë, atëre ky njeri tashmë e di fundin e vet. Fundi i tij është që domethënë të thot o Zot, ma bëj realitet 10 vjet burg, se më poshtë se 10 vjet burg nuk mund të marri dot. Ai me këtë që ka bërë. Berisha, dhe këtë ai e di. 10 vite rrezikon. Me ulta. Minimumi. Shpërdorimit e tyre. Jo shpërdorimit e tyre. Korrupsion pasiv. Korrupsion pasiv. Kjo është akuza tani për të nderur për të. Këtë ka ai si akuzë, ndërsa dhëndri vet ka edhe pastrim të produkteve që rrjedhin nga një krim, se ka bërë pastrim para shtëpista ai, plus edhe mos deklarim të ardhurave e tjera. Kurse... Themi shpak me rënduar situata penale e zotit Maltezi në këtë rreth. E shumë më, është dy fish më e rëndë, dhe sa në rastin konkret e Berishës. Po plus që ai quhet si përfituesi, domethënë, kështu me letra, se përfituesi është saliu me pjesëtarët e tjerë të familjes, se ai më vriu një pjesë ka aty, por aty brenda është edhe Argita, është edhe Shkelzeni, është Liria, janë Nipa e Mbesa që kanë ata. Pra, ky e di fundin e vetë. Mirë po ky tani, zvarritjet, i do thjesht dhe vetëm që të ketë ju gazetarët sa më gjatë pranë me mikrofonin, që të flasi gjithmonë, që të thot jam lider i opozitës, që të thot unë jam faktor, do më thënë s'kam vdekur akoma, që të bredhi, do më thënë, në Greqi, në Europë, e tjera me radhë, edhe ta baltosi sa më shumë Shqiprinë dhe shqiptarët, do më thënë, me loj lumi, që ka një jetë ai që bën një jetë të tillë, sepse si misionar erdhi edhe si misionar e mbylli karrierën e vet, dhe e zgjat procesin thjesht dhe vetëm për të thënë që jam lider i opozitës, edhe për të mbrojtur me të ashtu quajturin kryetar i opozitës, dhe që kështu e bën më të besueshëm në thonjza procesin që quhet gjoja politik. E qartë, pra mund të ketë një lloj aureole politike. E kuptoj, por e parashikon avokat si një çështje që mund të jetë e verës, e kësaj vere nxehtë, apo do kalojë edhe në kalendat e tjera të vjeshtës apo më vonë, si zvarritje e procesit gjyqësor? Problemi është që ai do me çdo kusht që t'i japi, domethënë, karakter politik çështjes kur ajo është thellësisht juridike. Është një kusari e hapur. Shqiptarët e dinë fare mirë tani që kjo është një vjedhje e hapur që ai ka bërë për interesin e familjes tij të kompleksit Partizani. Po, edhe nga ana tjetër thotë që kjo është një drejtësi e kapur nga Edi Rama. Prandaj po them, ai thot këto fjalë, po në vend të thot këto fjalë, ai duhet thot të japi përgjigje këtyre pyetjeve që duan shqiptarët. Se shqiptarët kompleksin Partizani e kishin pronën e tyre, e kishin gjakun e tyre, e kishin djersën e tyre. Pse e kishin të tillë? E kishin të tillë sepse kur erdhi Italia fashiste, këta ish pronarët atje, edhe të parët e Maltezit, i shpronsoi për interes të lartë shtetëror atyre të mbretërisë së Italisë, dhe e mori për ta bërë fush aviacioni, për aviacionin atë. U dha lekët tyre
një kokër më kokër dhe u bë pronar Italia fashiste e asaj toke atje. Dhe kur Italia fashiste ra, i kaloi shtetit shqiptar dhe ajo ishte pronë e shtetit shqiptar. Ky ja dha këtë pronë të shtetit shqiptar, ja dha vendrit vetë, do më thënë ja dha vajzës vetë, do më thënë ja dha vetës vetë. E para, e dyta, beri privatizimin e kompleksit Partizani. Ishtë pasuri kombëtare, pasuri shtetërore, nuk duhet privatizohesh kurrë e kurrë se i kompleks. Pse? Se ishte për interes publik. Pse? Sepse aty ishte klubi Partizani, ku shqiptarët shikonin ndeshje, futbolli e të tjera, edhe kënaqeshin, ndjeni krajtësi kombëtare për te. Nuk duhesh privatizuar ajo dhe nuk lejohesh me ligj, duheshin kompensuar ata, po jo të kompensoheshin. A i kompensoj. Po çfarë kompensimi, do më thënë, si u dha kompleksin Partizani. Me firmë, apo jo, me firmë kolegjale? Jo kolegjale. Me firmën e vetë tia. Po pra, po me vendim të Këshillit Ministrave. Si kryeministra i vetë. Edhe për ministrat e tjerë, në fakt. Jo vetëm, po pleksi shumë ai, se faktikisht e keqja në këtë çështje, edhe defekti serioz i punës së SPAK për këtë çështje është që ka marrë vetëm 5 kokra. Në një kohë që kjo është një organizat kriminale. Po e themi pak më vonë këtë. Po ja do të pyes unë për këtë, Daniel. Ja, po të mbaroj këtë, të kësaj. Ju ndjek. Këtu, në kompleksin Partizani, përveç asaj toke që e mori, pra, sigurisht pronara i për herë të dytë maltezi, 27.000 metër katror ishin të shtetit. Edhe duhesh privatizuar tani, duhet ta merrnin këtë ata. E di me sa e mori maltezi me këta të tjerët, me Bektashin e tjerët, e mori për 101.000 euro nga 24 milion që ajo bente euro. Seriozisht. Po, ka që mori. Dhe, do më thënë, me lek e mori me 10 milion, do më thënë 101 milion lek. Ka që e mori. Po, do thoni juve, që nga, do më thënë, ka që 100 fish e mori më lirë. Po, të pak të këto 101 milion lekët, a u paguan? Edhe këto nuk u paguan. Nuk u futën as këto në arkën e shtetit. Kurse ndërtesat... Nuk ka dokumenta që të regojnë që kjo vlerë është paguar? Edhe pse janë marrë jashtë... Po e ka zënë SPAK-u e kanë zjerë që nuk janë paguar, se janë, nuk i paguan këta, as të thërrime nuk e paguan. Muare një buall, edhe as kikime, po është në dosje kjo gjë. Sikurse është në dosje Godinat. Godinat këta i muarën për 424 milion lek. Kaq ben Godinat që u adhan. Kurse vlera reale e tyre është afërsisht me të vjetrat 4 miliard lek. Rreth 100 fish më shumë. Po edhe këte nuk e kam paguar. Edhe këte që e muarën për jam qendi themineve, as atë nuk paguan. Atere, në një situatë tillë, si ke fytyrë ti tani të thuash që more 123 metro katror që të takonin, dhe në 123 metro katror, ti i pastrove parat aty dhe more 5 milion, zore 5 milion euro. Mirë pra, tani qytetarët duhet të dinë, të kuptojnë pjesën juridike, po dhe ta themi sa më thjesht. Në momentin që është firmosur kjo vendimarrje për të bërë kalimin pra të privatizimit të kompleksit Partizani, kjo ka qenë një mbledhje qeverie që është bërë me ministrat e tjerë që kanë firmosur aso kohë, personat e tjerë që kanë dhënë sipas përkatësive që kanë digasterit e ndryshme, si tek drejtësia e me radhë kush i përfshin këto digastere. Çfarë ndodh me ta? A shtirur ndonjë, keni dieni, a shtirur ndonjë nga ish ministrat, ish varësit e Berishës? Dhe nëse po, a mundet ata ta nxjerrin Berishën, ta trajtojnë, ta shesin le themi të SPAK-u në një formë? Ja, pra këtu është defekti i punës së SPAK. Defekt serioz i punës SPAK. Në këtë aferë korruptive, që unë do thoshja është, domethënë, është një gjethe. Një gjethe në krimet e rënda që ka bërë Berisha. Kur them në krimet e rënda që ka bërë Berisha, të thuash kompleksi Partizani dhe të lesh më njanë 21 janarin, të lesh më njanë Gërdecin, të lesh më njanë 200 vrarët e Tropojës, të lesh më njanë 5.000 ca të vrarët e 97-ës, të lesh më njanë luftën civile që ai e orientoj, e udhëzoj dhe i hodhin veprim forcat ushtarake shqiptare
që veriu kundër jugut e tjera janë të pa imagjinueshme. Por për kompleksin partizani, këtu ka funksionuar një organizat e vërtet kriminale, me tiparet juridike të një organizate kriminale. Pse? Pra po thoni për Këshillin e Ministrave? Po, u korruptua ministri i mbrojtjes. Të dy madje, ministrat e mbrojtjes. Edhe Oketa, edhe tjetri, me Diu. U korruptua ministri i financave. U korruptua shefi i shtapit i përgjithshëm të ushtrisë. U korruptua në disa drejtori të tjera që e kishin për detyrë kur bet privatizimi, që ato bëjnë projektet e tjera me radhë dhe t'japin ty materialet, që kjo bet, kjo nuk bet. U korruptua ministri i drejtësisë. Pra, u korruptuan disa ministra me radhë dhe arritën direktu, u kompromentuan dhe u korruptua krye inspektori që kishë Berisha atje pranë vetes tia, që ishte në atë kohë Oerd Bylukbashi. Koordinatori antikorupcionit në mos gaboj. Po pikërisht. Antikorupcionit në Berisja. Sepse a i që kishtë në dorë i logistikës që duhet jepte firmën e parë, Vladimir Kirjazi, a i do jepte firmën e parë, a i refuzoj e tha jo. I vajti dhe ministrit i tha jo, Oketa tha kam urdhë dhe unë tha ta firmosim se zben. Jo tha i kur në kuru se nuk bet kjo gje, shkelje ligjit ta, rend. Dhe Bylukbashi vajti i beri kontrol ati do të ta fuste dhe në burg, thjesht dhe vetëm, do më them, për ta korruptuar dhe atë, presion që a i të firmoste, nuk e beri këti gje, e zhdukën, e hoqën nga puna. Tani, nuk duhet përgjigjet kuj Oketa për këtë krim, nuk duhet përgjigjet kuj Bylukbashi për këtë Oerti për këtë krim, nuk duhet përgjigjet ministri drejtësisë e tjera me radhë. Të përgjigjet ose jo, se cili ka prezumimin e pafajësisë, por s'paku a i ka marrë, apo duhet i të riste sepse çështja është në gjykim tashmë. Nuk i ka marrë të pandehur, se si kemi të pandehur. Jo të pandehur, po flas për të dëshmuar, si ka qenë realisht situata me firmosjen e kompleksit partizani, për këtë po them. Po çfarë do thonë ata, nuk do të thonë me se ajo është kriminale doli, është aferë kriminale, nuk du ishë privatizuar se është ndaluar me ligj, sepse nuk privatizohen pasurit që janë për interes publik, nuk du ishë privatizuar sepse nuk i takon të toka se e ka marrë njerë këtë pasuri, pra kjo duket sheshit që është e kundërliqme edhe këta, çfarë do të thonë tani? Por përgjegjësia pse është individuale penale? Përgjegjësia nuk është kolegjale si çdo ta kaloj Saliu që u marr vendimin ai gjithë Këshilli i Ministrave. Jo, se ka marrë Këshilli i Ministrave vendimin. E para njerë, ky person, sa do vinte kjo çështje, që u bë me një presion të tillë, u bë me një kundërligjshmëri të tillë, u bë për të korruptuar, domethënë mjaft njerëz dhe u korruptuan dhe që t'ia jepnin dhëndrit Saliut këtë pasuri, këta se të rëndësishëm kombëtar, por kur vjen problemi tashme, Saliu minimumi nuk duhet ishte mbledhjen e qeverisë. Se ka konflikt hapur interesi. Ai nuk do të ishte, thoshte unë. Më kujtove rastin Xhaçka për investitorin strategjik për bashkëshortin. Po unë kam dhëndrin tim, bet e sapi që do ta marrë këtë pasuri dhëndri im. Unë tërhiqem, nuk jam në mbledhjen e qeverisë. Minimumi i ta bende. Ai jo vetëm mori pjesë atje, po bëri dhe presion që t'i jepesh dhëndrit tia. E qartë. E para, e dyta, në çdo lloj vendimarrje kolegjale e kemi thënë, e kemi theksuar, por kudo në çdo vend të botës, atje ku ka shtet ligjor, atje ku ka shtet juridik e të tjera, zbatohet e njëjta situatë. Që nëse do merret një vendim, përgjegjësinë e parë e ka ai ministër që mbulon atë sektor. Pra, dikasteri që mbulon atë sektor. Kush merresh me privatizimi? Kush është ministër i saj? Ai po doli që është aferë korruptive, është e kundërligjshme, ai vete do përgjihet penalisht do vejnë burg. I dyti është ministri i drejtësisë. Ministri i fushës. Pra, e merr atë vendim që ka marrë projektin, ja çon ministri i drejtësisë dhe i thotë, ka përputhje me kushtetutën, ka përputhje me ligjet e tjera të shtetit, veri siglën, po i vure firmën ti do të thotë që është në përputhje me kushtetutën edhe me ligjet e tjera, i dyti. Dhe i treti pastaj, kur vjen puna që merret vendimi dhe del që është aferë korruptive, del që është antikushtetues, del që është në kundërshtim me ligjin, i treti ka përgjegjësi kryeministri. Kjo treshe nuk mund të shmanget kur në kurrës na përgjegjësia.
Pra, ai ka përgjegjësi të plot për këtë krim që ka bërë. Okay. Por u thash që është gjethja këto 10 vjet. Mali i madh me krimet e Berishës është në SPAK. SPAK ka në duar edhe po e zvarrit 21 janarin, SPAK ka në duar Gërdecin edhe për turpin e vet, domethënë që do t'i zeri gjaku i atyre 26-ve edhe lukurët e djegur të 300 të tjerëve atje me qëndrimi që po mban, se nuk po i merë dhe t'i qoj urgentisht në gjyq, dhe Berisha me gjithë atë organizatën e vetë kriminalet, të paktën për këto 2 vepra penale, ata duhet të venë njëherë mirë në burgun e përjetshëm si që meritojnë. Po, duhet të flasi drejtësia për këtë, se nuk janë çështje subjektive. Tani, për këtë çështje flitet në paktën në korridorit të drejtësisë se ka një ndërheqje nga Elsa Ulliri, mos gaboj, gjyqtarja e çështjes për shkak të lidhjeve familjare që ka me një nga deputetet e Partisë Demokratike, Andja Ullirin. Është dërguar një shkresë, thuhet. Paktën burimet thonë në një gjë të tillë, por nuk është marrë ende një masë zyrtarisht apo të shërtohet kërkesa. Ju keni dieni avokat nëse ka ndonjë avancim në këtë çështje? Në televizionin tuaj, këtu në televizionin tuaj, kur e shedhur shorti, unë e kam vend dyshim dhe kam vend pikpyetje. Kam thënë ky nuk është short elektronik, por ky është një short i komanduar nga kryetari i gjykatës së shkallës parë, nga zoti Bani, i cili i ka zgjedhur të 3 këta që t'jenë veglat qorre të Sali Berishës. Më duhet të kundërshtoj. Unë e kundërshtoj këtë sepse nëse do t'ishte me paramendim, pse duhet jepe sot dorëheqja, do të vazhdojnë të rrinte deri në fund. Pra ka një nonsens. Drejt, dhe kështu e kam thënë. Dakord, kjo që thoni juve, ta vazhdoj më tej dhe pastaj kuptohet edhe na përgjigje do t'ju jap juve. Pra kështu e thash. Dhe kam theksuar pastaj që zonja Ulliri ka konflikt të rend interesi. Sepse kushërira e parë e saj është më besnikja dhe ka përfituar nderet jashtëzakonshme nga Sali Berisha. E ka bërë deputete, edhe e ka më të afër deputete. Dhe ajo, qysh në momentin që u hodh shorti, e zem se u hodh shorti, dhe i ra asaj, ajo sa i ra emri asaj, me njëherë duhet jepte dorëheqje. Dhe thosh, kam konflikt rend interesi. Do të thosh me njëherë. Nga sa thuet pa filluar seancat. Thuet në datën 9 qershor, pra gati 3 javë nga momenti që është hedhur shorti. Pikërisht, këtë do të thoshte. Por, mbasi filluan goditjet, dhe goditjet ishin dhe një revolt e opinionit publik, i cili nuk e pranoj një gjë të tillë. Nuk pranoj faktin që ajo pra t'ishte kryesusja e këtij trupi gjykus me këtë konflikt interesi që kish, nuk pranoj opinioni publik edhe atë Bibën që është gjyqtari i dytë, se e din të gjithë që është njeriu, domethënë më besnik i kryetarit gjykatës, dhe kryetari gjykatës atje, ky Bani, kur do të arrijë një objektiv të caktuar për diçka në çështje, çon Bibën, edhe po vajti Biba është Bani atje. Dhe nga ana tjetër, ajo gjyqtarja tjetër është me integritet profesional, është njëri që nuk është e përfolur e tjera, por dihet që është e djathtë, dihet që ka qenë dhe ajo e pjesëtarët e familjes saj me testën e Saliut në xhep. A mund të shfrytëzohet seanca e 21 korrikut vetëm për të shqyrtuar kërkesën e dorëheqjes së gjyqtares? Duke u aja përgjigjen. Duke qenë kështu, opinioni u tremb, në ç'kuptim, opinioni shëndosh, u tremb në aspektin që, po këta tallën apo do japin drejtësi, sepse drejtësia nuk jepet me njerëz të kapur, drejtësia jepet me njerëz që s'ka lidhje me Saliun, s'ka lidhje me asnjë lloj palje, po janë njerëz të drejtë dhe gjykojnë drejt. Tani ajo ka bërë kërkesën për të dhënë dorëheqjen. Jam i bindur që nuk do ta pranoj kollaj Bani që ajo t'japi dorëheqjen. Se Bani do që ajo t'jetë. Çfarë ndodh në këtë rast? Dhe në këtë rast, Bani do thotë, nuk ta miratoj dorëheqjen, dhe ajo është e detyruar do vazhdoj gjykimin e çështjes. Po vetë nuk mund të dorëhiqet me vullnet të lirë? Jo, nuk e bën dot. Jo, po s'vendosi kryetari, ajo e bën, e çon me shkrim, pastaj vendos kryetari. Është detyruar ta vazhdojë procesin. Dhe pastaj po kryetari po tha që jo, ti do vazhdosh, ajo do vazhdoj, është e detyruar të vazhdoj. Një gjë tillë. Mund të kërkoj edhe SPAK. Po. Se kjo është dorëheqje se kam konflikt interesi. Kurse SPAK ka të drejtën ligjore që kur shtrohet, domethënë të prezantohet trupi gjykus në datën 21 korrik që është gjyqi, prokurorët e SPAK ngrihen dhe thonë,
kërkojmë përjashtimin tënd si kryesuese për këto arsye dhe i argumenton konfliktin e interesit. Dhe do ta shkyrtoj një trup gjykus tjetër pastaja, që ajo tjeta mos tjetë. Dhe ai trupi gjykus tjetër, që do të jetë një tjetër i bani, thotë jo, kjo të vazhdoj. Dhe do vazhdoj, po tha trupi gjykus. Pra, nuk është vendosur akoma do jetë, a nuk do jetë kjo si gjyqtar. Por nëse ka pak mend në kokë, edhe jeton në Shqipëri, edhe hanë në Shqipëri, edhe merr rrogën e taksapaguzëve shqiptar, ky kryetari i gjykatës së shkallës parë, atje të GKK-os, ky duhet t'i shuaj këto gjëra, duke thënë, ec ti se kemi plot të tjerë gjyqtarë ne këtu, kemi edhe nga ata që nuk kanë lidhje me politikën e me politikanët, s'kan lidhje me Saliu, që s'ua bën tërë syri edhe din të gjykojnë dhe të veprojnë. E qartë, mirë, avokat, ndërkohë sot një tjetër lajm i fundit ka qenë që Spaku ka marrë në dorë një letër porosi ku thuhet që janë disa qindra mijëra euro të tjera të shpenzuara nga një kartë e palëve të treta nga Ilir Meta dhe zonja Kryemadhe. A rëndon në këtë mënyrë edhe situatën penale të dy ish-bashkëshortëve? Flitet për 240.000 euro. Po, nga një kartë për udhëtime, për vizita, për... Kartat të tilla, ua garantojnë juve që Ilir Meta ka patur, do më thënë, që ka përdorur fizikisht, që ka përdorur ai vetë. Nuk ka pasur DNA, ka thënë sot. Që i ka përdorur vetë Ilir Meta. Dhe që i ka përdorur Monika Kryemadhi, këta kanë patur mbi 10 kartat të tilla. Kjo është një, mbi 10 të tilla. Edhe gjatë gjithë karierës tyre, këta çdo lloj shitje, blerje, ngrenje, pirje, dhurata të ndryshme që u kanë bërë të tjerëve, udhëtime e tjera, i kanë bërë me këto karta. Të kujt ishin këto karta? Këto karta kanë qenë të biznesmenëve, të cilët kanë përfituar nga Monika, kanë përfituar nga Ilir Meta. Koncesionet ndryshme, privatizimet ndryshme. Dhe këta shpërblimin nuk e jepnin dot, nuk e kanë dhënë dot këta, me thas me lekë kanë dhënë, se bje fjala për karburantet, kur bësh trafiku i karburanteve, të ballshit që e shkatruan pastaj këta, vinte këtu tek ish tregu, tani tregu i perimeve aty, para se të vesh tek që të uja, aty ka qenë ajo që... Aty ka qenë magazinat që i grumbulloheshin, aty grumbulloheshin dhe lekët. E çdo të shtun, vinte Monika edhe merrte thes, një thes komplet mielli me para, e fuste në makinë edhe ikte. Janë dëshmitar të okularat, edhe ai magazinjeri, për edhe Roja. Ai Roja bile është nga Gramshi edhe ka mandej unë na fshati Grua, si themi neve, po është nga qyteti Gramshit Gruaja, edhe pra, këta i kanë marrë, në këtë mënyrë i kanë marrë lekët, me këto kartat e bankave, që faktikisht i ka patur tjetër kush, dhe i zotron tjetër kush, por shpërblimin ata, këtyre ju a jepri në këtë mënyrë. Çfarë rrezikojnë me këtë letër porosi të re dhe faktet e reja që ka? Po është prapë, është korrupsion edhe kjo, është korrupsion. Është shtohet mali i korrupsionit, shtohet mali i pastrimit parave që rrjedhin nga një krim, shtohet mali i mosdeklarimit të ardhurave, sepse është bet fjalë që merje 2 milion lekë, do më thënë rrogë, edhe 2 milion lekë ke vënë pasuri marramendse që, do më thënë, janë me miliarda, edhe nga ana tjetër ke bërë shpenzime marramendse që nuk mund të justifikohen kurrë në kurrës me ato paga që ke marrë. E qartë, mirë, avokat, falenderoj shumë që ishe në Frontline për gjitha detajet që përsolli.